Bujqësia dhe blegtoria mbeten burimi kryesor I të ardhurave për banorët e fshatit Dërsnik. Puna në tokë dhe rritja e baktive sigurojnë jetesën e dhjetra familjeve, të cilat vazhdojnë të ruajnë traditën e tyre ndër vite. Këtu kemi qeshin, kemi të sezonit ashti, edhe ka në mënyrë të konsiderueshme. Ato më cilësoret I morën për tregun, kurse ato që nuk ishin aq cilësore I morën për lëngë. Do të thotë që si vjetë nuk beti as edhe një qeshi pa shitur. Prodhimi ishte I kënaqshëm, I bollshëm, pak vështirësi në mungesë të kontorëve, kultivohet ma shurko, jemi në plak të fillimit të vjeljes. Ka edhe blegtorin që më shumë Dërsniku. Edhe blegtoria mbetet një aktivitet I rëndësishëm për familjet e fshatit, duke siguruar të ardhura nga prodhimi I qumshtit, mishit dhe nën produkteve të tjera. Banorët kërkojnë më shumë mbështetje për sektorin, si në drejtim të subvencioneve, ashtu dhe të krijimit të tregjeve të sigurta për shitjen e prodhimeve. Ne kemi zgjedhur vend, me ato I marrë të rjetën. Sa krerë keni tani për të mbashtur? 67 krerë aq. Pensionistat tani s'mbajnë dot më tepër. Si po shkon sektori blegtorisë? Prodhimet I shesin, po jo me shumë. Po prodhimishi për qumësht, për këto I mbajnë. Prodhimin ku e shisni? E keni të siguruar tregun? E kemi. O sa I takon kullotave? Ku I nxirrni? Ka kullota mjaftueshme? Kemi këtu urdhall ca luave. Kryetari I fshatit Dërsnik thosë se zhvillimi I mëtejshëm I këtyre sektorëve është thelbësor për të mbajtur gjallë ekonominë e fshatit dhe për të frenuar largimin e të rinjve.